në gjithë të vite Kosova në këtë randëri geopolitike edhe sigurisë, a do të mund të nxitonte, të mendonte se mund bëhet pjesë e NATO-s me mbështetjen amerikane, Ramadani. Me një situatë tjetër, mbase me lajme që mos prodhojnë këtë lëkundje, këtë lloj paparashikueshmërie, edhe politike, edhe jo vetëm politike, që quan udhëheqësit e Kosovës para tyre. Ato të mund të ishim. Unë jam optimist që Kosova mund të bëhet në ato që quhen fast track, ose hapën veprimin e shpejtë ose shtegun e shpejtë në antarësimin e NATO, por nuk I kemi dhënë provimet në kuptimin e çështjeve ditore domosdoshme. Për këtë protokolli 3 operacional, çështje strategjike politike, krizave të brendshme dhe bllokimet që po duket që ka zonë në rënjë. Pra na jemi me një blokadë politike institucionale që tash është rënjues. Dhe rreziku, dini kohë, rreziku është që nëse kjo krejtësisht normalizohet, nëse jo vetëm politika, po edhe qytetarët mësohen me këtë blokadë dhe nuk I bën përshtypje më. Dhe kjo është rrezik serioz. Unë shoh që rritet një apati e qytetarëve në sistemin politik, partitë politike, që numri edhe I votuesve mund të bie, dhe që e marrin si diçka normale blokadat. Dhe ne vendosemi në një cikël blokadash të rënjosura, cilat as nuk e lën Kosovën të bëjë një hap përpara drejt NATO-s në rastin e pyetjes juaj, dhe as nuk e zhvillojnë Kosovën nga brenda. Ka objektiv më të madh strategjik për politikën dhe sigurinë për Republikën e Kosovës sa të jetë pjesë e NATO-s? Absolutisht nuk ka asnjë objektiv më të madh strategjik dhe interes kombëtar të Kosovës se sa antarësimi në NATO. Ç'flet bilanci I punës I udhëheqësve I kësaj qeverie përkatësisht? Nuk është transmetuar në veprimet qeveritare. Pra, ky qëllim nuk është veprim. Nuk është shndruar në veprim. Nuk është shndruar në veprim. Nuk është shndruar. Ju e shihni Kosovën shpejt në NATO. Unë shoh Kosovën. Nëse është e parashikueshme politikisht. Unë shoh Kosovën. Nëse ofron lajme për një stabilitet të saj të brendshëm. Absolutisht. Lajme për koordinim me aleatët. Absolutisht. Unë shoh Kosovën pjesë anëtare të NATO-s në një ato që profesionalisht thuhen DIME, domethënë diplomacia, informimi, ushtria, militari edhe ekonomia. Në këtë çështje Kosova arrin në NATO. Çështjen që e kemi sot, e që është 2 vjet e gjysmë, Kosova vetëm mund të lutet për mbrojtjen e NATO-s. Kosova mund të lutet. Vetëm mund të lutet që NATO na mbrojë. 2028 përfundon faza e tranzicionit të transformimit të FSK-s në ushtri, në një pakt me aleatët, me SHBA-t, përkatësisht NATO, objektivisht. Dhe mund të parashikoni që Kosova ta forcojë arkitekturën e saj duke bërë pjesë e NATO-s deri në këtë kohë. Jemi pjesë e NATO-s në vitin tjetër, në vitin 2028, apo po humbim momente dhe pastaj është vështirë të kthehen ato momente? Ne po humbim momente serioze, gur të mëdhenj nuk po I vendosim në themelin e rrugës për NATO, dhe në situatën që ne jemi, as 2028, as 2038. Nuk mund të futemi në NATO. Me këtë mendësi. Me këtë mendësi, me këtë blokadë, me këtë mos veprim institucionale e strategjik. Në të kundërtën, pra në një Kosovë tjetër, politike institucionale, veprimet institucionale do ta çojnë Kosovën shumë më shpejt në NATO, e sidomos momenti përcaktues do të ishte ato që e thatë ju, momentin kur FSK-ja e përfundon tranzicionin. Sepse në atë moment KFOR-i, që është misioni NATO, që udhëheqet nga NATO në Kosovë, do të transformohej në baza trajnuese për NATO. Në të paktën 2 baza serioze trajnuese, me një program
të mbështetet, sikur që është Nalti, e që do zgjerohej, ndërkaq pjesën e operacioneve ushtarake e kryen FSK-ja. Dhe kjo nuk shkon në kundërshtim as me Kushtetutën e Kosovës, e nuk shkon në kundërshtim as me rezolutën e 244, sepse edhe ende është në fuqi. Me administratën Por në një situatë të tillë, ku nuk ka as protokolle, as hapa, as dialog politik, as planin për antarësim, planin veprimit për antarësim, nuk shoh se si Kosova mund të kaloj një hap ashtë të madh dhe të futet direkt në NATO. Sepse nuk ka ndodhur asnjë veprim tjetër. Kjo do të mund të ndodhte, sepse ndodhi në 2018 kur askush nuk i kishte menduar që Kosova mund të bëhet me ushtri. Në të gjitha të lëmshin që u krijua zoti Ramadani. Askush nuk e ka menduar, por ne kemi punuar. Kjo është dallimi. Ne kemi punu pa tupona. Unë e përdor shpesh këtë çështjen e tupangjitjeve politik. Nuk kam problem me tupangjit real. Tupangjit politik e dëmtojnë sigurinë kombëtare. Sepse siguria kombëtare nuk është çështje mikrofoni. As altoparlante. Siguria kombëtare është çështje veprimi. Është strategjie dhe veprimi. Strategjitë janë publike. Veprimet janë institucionale. Kosova bë me ushtri dhjetorin e vitit 2018 dhe atje ishte edhe Shkryeministri Haradinaj, takoi James Mattis, me një fjalë tha Haradinaj, më mbarova punë. Me një fjalë tha kështu. Ai ka qenë kulmimi. Kulmimi, po. Ai ka qenë kulmimi. Siguria politike. Pas një pune, edhe pas një pune jashtëzakonisht madhe me të gjitha shtetet e NATO-s, përpos në shtetit që s'ka dashur as na pranoj të diskutojmë, që ka qenë Sponja. Unë e kam udhëhequr pjesën e lobimit. Dhe në ekipin tim ka qenë generali Rama dhe koloneli atëherë tash generali Dreshi. Ne kemi qenë në mbi 20 shtetet të NATO-s. Brenda 8 muaj. Kemi qenë në mbi 20 shtetet të NATO-s. Kemi prezantuar FSK dhe Kosovën edhe me PowerPoint. Në strukturat udhëheqëse ushtarake, në strukturat udhëheqëse të inteligjencës atyre shteteve dhe në strukturat udhëheqëse Ministrisë Mbrojtjes dhe Ministrisë Jashtme. Ka pasur shtete që i kanë bërë bashkë, ka shtetet më të zhvilluara, sikur ka qenë Franca për shembull, i ka bërë bashkë edhe Ministrinë e Jashtme, edhe të Brendshme, edhe i kemi bërë prezantim, ne kemi dalë para ekranit dhe kemi prezantuar njësitë e FSK-s, qëllimet e FSK-s, veprimet e FSK-s, trajnimet e FSK-s, qëllimet kombëtare të Kosovës, e të tjera. Apo thuash për se mund të ndodhte kjo punë pa po bënit lobim në këto shtete e Ramadanit, po apo besoni se mund ndodhte pa ndryshime kushtetuese kjo punë? Nëse nuk e bënim lobimin, çastin si kemi pas, kur? Nuk është më të ndodhur. Nuk është më të ndodhur. Ne, shitash edhe diçka. Ne kemi argumentu, dhe këtu jam me njësë edhe institucionet sigurisë që na kanë ndihmu në këtë argumentim me aspekte operacionale dhe të argumente. Ne kemi argumentu pse lista serbe është dorë e Vučićit dhe veto e Putinit në çështjen e FSK-s. Dhe kemi pas me 10 rafaqe argumentime. Involvim të tyre në këtë punë, po? Se si lista serbe është dorë e Vučićit dhe veto e Putinit. Ne kemi bërë analiza të thukta, të detajshme, për marrë diçka qa publike, të deklaratave të Ministrisë Jashtme dhe Kremlinit për vitet të tëra në raport me FSK-n. I kemi marrë ato, i kemi analizu fjalë për fjalë me ato që i ka thonë Vučići dhe ato që i ka thonë lista serbe. Dhe kemi dalë në përfundime të përbashkëta pastaj edhe me NATO-n, me shtetet e NATO-s, se gjuha është shkruar në Moskë, e urdhëruar nga Vučići dhe e komunikuar nga lista serbe. Për mos ndryshimet kushtetuese dhe mos krijimin e ushtrisë Kosovës. Ndërkohë,
tha që keni qenë terren në lobim. Absolutisht. Është shumë substancial. Dhe këto kanë qenë, këto janë dokumente që i kanë qeveria. Ramadani, jem në 2 pyetjet e fundit, doja ma gjatë ta kem këtë bisedë, ndoshta po na shkon biseda dhe vaj kështu, si them. Për çefi se s'po flasim për lëmshin politik. Absolutisht, absolutisht. Unë ndina shumë më mirë kur flasim për këtë pjesën e dimensionin e sigurisë se sa aspektin politik. Unë nuk jam politikan i suksesshëm, po e mendoj që pjesa e sigurisë është shumë më e rëndësishme se sa politika ditore. Dhe në gjithë këto 6 vite të pushtetit, sa e cënoj punën e besueshmërisë e institucionit ndjeshme të sigurisë këtë qeveri. Këto institucione ndjeshme të sigurisë kanë raporte të komunikimit, bashkëveprimit, koordinimit, bashkëpunimit me institucionet si motra që janë të aliatëve. E thash pak më herë dhe po e përsëris tash këtë shkoqur. Institucionet e sigurisë Kosovës. Sa na japin më informacione sensitive të ndjeshme, siç kanë mund të bashkëndajnë me ne këto informacione. Nuk jam në institucionet e sigurisë. Ose sa është i kundër Ramadani, po. Po, ajo që po e them është që institucionet e sigurisë janë shumë hapa më përpara se sa këto politiket. Dhe koordinimet, bashkëpunimet, planet e përbashkëta, operacionet e përbashkëta, e të tjera, janë pjesë e vazhdueshme, e që unë besoj, sepse ka një kohë që jam në për institucionet e sigurisë, po e besoj se ato mbeten në nivel të lartë të bashkëpunimit. Institucionet politike janë ato që edhe i orientojnë këto institucione dhe shtetin, por edhe kanë atë mbulesën diplomatike, politike për veprimet për operim, po. Dhe mungesa e një mbulese të mirë politike e bën pak më komplikuar punën e institucionit sigurisë. Ta kuptoj formulimin. Natyrisht. Viti 2025 ishte një vit i humbur për Kosovën. Ky vit ku jem tani, viti 2026, ka të ngjarë që po ashtu të jetë reprizë e vitit 2025. Nga po kjo bllokat, zgjedhjet Kosova pritet me gjas që t'i mbaj shpejt ato të jashtëzakonshme apo të parakoshme, siç quhen. Tema presidentit u bë sebeb për këtë punë. Dhe si nikon gjithë ky lëmsh politik në frenimin e dinamikës ideuar, nëse ka dinamik për konsolidimin e sektorit sigurisë. Për Kosovën politike thjesht. Se e para asnjë institucion nuk mund të bëj plane afatmesme dhe afatgjata. Pra kur ka kriza të tilla, vite të humbura, bllokada e të ngjashme, gjitha institucionet, e këto po flasim edhe për sigurisë, e kanë detyrueshme të fokusohen në çështje më afatshkurta, 1 vjeçare, 2 vjeçare. E që do duhet jetë e kundërta. Pra institucionet e sigurisë e kanë plane operacionale 1 vjeçare, 2 vjeçare, ose edhe më shkurta me kohë, por thelbi i tyre është fokusimi afatgjat, afatmesëm dhe afatgjat. Pra se si FSK-ja do t'jetë në vitin 2014, se si policia e Kosovës do t'jetë në vitin 2035, Agjencia e Aviacionit Civil. Sepse tu kur flasin, e kuptoj publikun, nuk i kuptoj vendimas. Kur flasin për sigurinë, flasin policia, FSK-ja, OKI-ja, ka institucione tjera të sigurisë që janë jashtëzakonisht rëndësishme. Agjencia e Aviacionit Civil është një prej institucioneve themeltare, është kushtetuese. Me kushtetut e kemi institucion të sigurisë. Sepse siguria aerore është e barazdvlefshme me sigurinë rrugore. Në kuptimin e sigurisë, po flas jo sigurisë njerëzore. Këto kriza nuk lënë vend për të menduar për strategji shtetërore. Absolutisht, dhe momentin kur nuk ka shtetin dhe nuk ka mund të forcojnë mendjet që lëndrojnë të politikanëve për populizëm e tjera, por shtetin e dobësojnë. Absolutisht, shtetin e dobësojnë dhe shteti i cili nuk mund të planifikoj në korniza afatgjata ose në plana afatgjata, është duke jetu sot për sot. Është sikur ata ose ato
që nuk e planifikojnë jetën e vetë nesër, po që thonë, po jetojmë sot për sot. Sot po keme, sot po hapë. Që kjo nuk është logjika strategjike shtetërore. Jo. Kjo i dëmton institucionin e sigurisë.